Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues madhor Skënder Hita, zhvilloi takim me strukturat e Komisariatit të Policisë Sarandë me fokus sigurinë, zbatimin e ligjit dhe rritjen e forcës reaguese të strukturave vendore të policisë. Gjatë takimit, drejtori i përgjithshëm kërkoi që strukturat e Komisariatit të Policisë Sarandë dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë të reflektojnë menjëherë për të ndryshuar situatën dhe perceptimin e qytetarëve ndaj punës së policisë. Sipas Hitës, është e papranueshme situata në Sarandë, kjo është përgjegjësia drejtpërdrejtë e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, ndaj kërkohet reflektim, përgjegjësi dhe rikthimi i besimit të qytetarëve te policia, cili do që do të mbajë lidhje apo favorizojë grupet kriminale dhe elementet me rrezikshmëri të lartë shoqërore do të përjashtohet nga policia dhe vetë do të merret drejtësia. Strukturat policore duhet të reagojnë me forcë ndaj grupeve kriminale, armbajtjes pa leje, kapjes së shtetasve të kërkuar, trafikut të narkotikëve dhe ndaj çdo aktiviteti kriminal që cënon rendin dhe sigurinë publike. Ndërtimet pa leje në asnjë mënyrë nuk do të lejohen, bashkëpunoni dhe koordinoni veprimet në strukturat e tjera përgjegjëse për mbrojtjen e territorit, ka theksuar Hita. Në fjalën e tij, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka theksuar edhe se siguria në shkolla është prioritet mbi prioritete deri në ditën e fundit të vitit shkollor, teksa kërkohet angazhim maksimal për sigurinë e jetës dhe shëndetit të nxënësve, sigurimi i informacioni me agjentët e policisë kriminale dhe goditjet e atyre që tentojnë të dëmtojnë të ardhmen e vendit. Policia rrugore dhe patrullat e përgjithshme duhet të ushtrojnë kontroll të plotë ndaj shkeljeve që krijojnë kaos në qarkullim, parkimeve të gabuara, automjeteve të modifikuara ndaj çdo palishmërie në rrugë. Forcat e posaçme shqiponja duhet të rrisë prezencën dhe reagimin në teren për goditjen e elementeve kriminal dhe rritjen e sigurisë në qytet. Policia kufitare duhet të jetë më aktive në parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare, kontrollin e kufirit jeshil dhe monitorimin e mjeteve lundruese. Ndërkohë, në prag të sezonit turistik, drejtori i përgjithshëm kërkoi dhe angazhim maksimal nga gjitha strukturat policore për garantimin e rendit, sigurisë dhe ofrimin e një shërbimi profesional ndaj qytetarëve dhe turistëve vendas dhe të huaj. Në përfundim, Hita theksoi se policia e Sarandës duhet të rikthehet në standardet që qytetarët meritojnë përmes profesionalizmit, të reagimit në kohë dhe zbatimit të paanshëm të ligjit.